Sot në A2 Business ne flasim për tregun e pasurive të patundshme, sa janë çmimet, a pritet të ulen, kush po blen. Me mua në studio zoti Rinaldo Pipiria, drejtor ekzekutiv i shoqatës së agjensive të pasurive të patundshme. Përshëndetje, kënaqësi të jemi ju. Rritje çmimesh, kërkesa si vazhdon? Apo stimuloni një farë mënyre dëshira për të pasur një apartament të parë apo të dytë edhe këtë presion mbi çmimet? Po patjetër, domethënë fatikisht nëse shikojmë statistikat e 2024-s, janë të dyja tipologjit, një pjesë e tipologjisë është kushdo i cili ka pasur mundësi të financojë blerjen e pasurive palueshme të dytë, edhe me gjithë dinamika që ka pasur tregu i bankës, po themi i financimit nga banka, por në të njëjtën kohë vazhdojnë të jenë dinamika që vijnë nga të huajt. Ne pam dhe në vërtimin e radhës të Bankës së Shqipërisë që 77% e blerësve të huaj vijnë nga pjesa e Evropës, pra është duke u rritur pak a shumë përqindja, por në të njëjtën kohë dim që 20-25% e tregtimit pasurive palueshme vijnë në të njëjtën kohë nga të huajt. Kështu që një lloj presioni i shëndetshëm vjen nga blerësit e huaj. Dhe perceptimi ynë është që do të vazhdojë të jetë kështu, përsa kohë që shikojmë gjithë gjeopolitikën dhe se si është i pozicionuar Shqipëria në arenën ndërkombëtare. Kështu që do të vazhdojmë të ketë një presion rritjes të çmimeve, por është e vërtetë që Bregdeti do të ketë më shumë këtë lloj presioni. Ndërkohë që në Tiranë ne vrem përkundrejt raportit të Bankës së Shqipërisë, vrem dinamika të tjera. Në Tiranë nuk ka më këtë rritje të shpejta. E shikojmë edhe gjithë të dhënat që nxjerr raporti janë pak me pikpyetje dhe me dyshim, sepse ne vetë nuk kemi vërejtur një rritje prej 23, 24 apo 25% që thot Banka e Shqipërisë në qytetin e Tiranës. Në 6 mujor, ç'është me vjeçar është 44.5%, rritja është gati. Nëse flasim për Tiranën, vërtetimi i Bankës së Shqipërisë nxirrte mbi 55-56% nëse jam gabim. Është në Tiranë qendër dhe periferit kryesisht. Po, praktikisht mund të kuptojmë periferinë sepse kur bëhet fjalë për rritje 100-200 euro për metër katror të një çmimi 1.000 euro i bie që të jetë për shkak se në periferi çmimet janë më të ulta, përqindja del më lart, por kur flasim për qendrën nuk është e vërtetë. Mund të jetë e vërtetë vetëm nëse ne marrim në konsiderat çmimet me të cilat dalin projektet e reja. Por projektet e reja nuk janë sot për sot, projektet e reja janë sot për 7-8 vite, kështu që nuk mund ta ndërtosh shportën dhe gjithë perceptimin vetëm mbi disa kulla të cilat janë duke ndërtuar në qendrën e Tiranës. Pra, Rinaldo, që rritja e çmimeve është më ngadalë se sa ajo është në perceptimin e përgjithshëm? Ne besojmë, nisur dhe nga eksperienca ime personale, besojmë që çmimet nuk janë duke u rritur me 20 apo 30% nga viti në vit, aq më tepër në 6 muaj. Ne na rezulton që të paktën 2-3 vitet e fundit nuk ka qenë dyshifrore rritja. Po të shikosh dhe vërtimet e Bankës së Shqipërisë, disa herë kanë këto kërcitje të forta, njerë thonë që po rritet me 3-4%, pastaj thonë po rritet me 26%. Mendoj që kampioni i Bankës së Shqipërisë lë shumë për dëshiruar dhe duhet parë. Por cill një konstatim tuaj nga tregu, sepse ju merreni dhe jeni drejt për drejt si me klient dhe bëni bashkimin e ofertës me kërkesën, atyre cilët duan të shesin dhe ata cilët duan të blejnë. Mund të themi që është stabilizuar tashmë tregu i pasurive të patundshme për sa i përket çmimeve, sepse një rritje e vogël është normale që të ndodhë për shkak edhe dinamikës së ekonomisë, faktit që një pronë mund ta kërkojnë disa veta, pozicioni, pra një rritje është logjike, por brenda logjikës ekonomike gjithmonë mund të themi që është stabilizuar tashmë për sa i përket çmimeve? Ne e kemi thënë këtë gjë në 2024, në Tiranë ka një stabilizim çmimesh, pra nuk ka rritje më kaq të forta. Nuk e themi dot këtë gjë për Bregdetin, për shkak se ka gjithmonë më tepër kërkesë, sidomos nga të huajt, ka dhe projekte të reja të cilat po zhvillojnë infrastrukturë. Dhe ato që ne shikojmë në Bregdet, pra praktikisht janë ritme pak më të shpejta të rritjes. Kemi parë prona të cilët dikur kanë qenë 2.000-2.500, sot janë me 3.000-3.500. Edhe disa projekte të reja që po dalin në këtë nivel, por Bregdeti është tjetër gjë. Sidomos kur flasim për Bregdetin, dinamikat forta ka pasur Bregdeti i Jugut, pra nga Vlora në drejtim të Sarandës, dhe çmimet që isha duke referuar janë pikërisht këto, Riviera Shqiptare. Dhe Riviera Shqiptare do vazhdoj do të ketë rritje çmim. Pse? Për shkak të gjithë pozicionimit që ka Shqipëria me investimet e huaja, pra po themi nuk po flasim për investitor të huaj me buxhete të vogla, po flasim. Më drejt. Po ja u themi atëherë është Sazani, e përpara është aeroporti i Vlorës, që automatikisht hap portën e hyrjes nga Amerika dhe aktualisht ne kemi 3-4 kërkesa për te oqeanin nga shoqatat që janë si motra që duan të vinë vizitojnë dhe të eksplorojnë mundësitë e investimit në Shqipëri. Pra aeroporti luan një gjë. E dyta është Sazani,
E treta nuk është vetëm fondet që vijnë nga Arabia Saudite për Sazanin, por ka edhe fondet që vijnë nga Emiratet e Bashkuara. Pra ka një përqasje të botës arabe dhe të kapitaleve që ata angazhojnë për të investuar në Shqipëri. Dhe kur ata investojnë, kanë kapitalet më dha, çka do të thotë e trazojnë pak tregun. Dhe e gjithë rivjera shqiptare investojnë mirë, shumë luks dhe do sillin këtë lloj kërkese. Dhe duhet kemi parasysh edhe zhvillimet infrastrukturore që duhet të ndodhin me unë do e quaj bypass i ri ose rruga e re nga Dërmin në Saran. Pra ka një planifikim që duhet ndërtohet rruga e re nga Dërmin Saran që të ketë një penetrim shumë të shpejtë nga aeroporti Vlorës deri në Saran me bukuritë e Bregdetit. Tani e gjitha kjo pak a shumë përkthehet në kërkesë dhe në dëshirë për të investuar në këtë pjesë të Ballkanit. Të paktën në pjesën e rivjerës shqiptare, qartazi po mbledh kuptohet që aty nuk kanë për të blerë shqiptar. Aty duhet kishe blerë, sepse mendoj që do bëhet gjithmonë më e lakmuar dhe më e vështirë. Nuk po them që nuk kam për të blerë shqiptar, sepse unë besoj që nëse ka një vullnet politik dhe të hekurt për të formalizuar ekonominë dhe për të bërë një rishpërndarje shumë të mirë të ardhurave që janë duke ardhur në Shqipëri për shkak të turizmit dhe për shkak të real estate, mendoj që standardi i jetesës në Shqipëri do duhet të ngrihet. Çka do thotë nuk është se do përjashtohen shqiptar, por do të kenë mundësi të aksesojnë. Po kjo kërkon tjetër diskutim në shtatorin vijim. Një shtresë e mesme, një familje ku prindrit janë me një punë me paga mesatare, e blejnë do sot një shtëpi? A ka sot në treg shtëpi një me një, po cilat janë, le të themi, me çmime që mund të jenë mesatarisht përballueshme nëse do të japin shifër 150.000 euro? Mendoj që sot tregu qarkullon inventar nga 130.000 deri në 200.000 euro. Pra praktikisht e gjenë këtë pronë. Dikur kemi qenë në shifra më të ulta, por duhet kemi parasysh që kur flasim 150.000 euro sot, po të kemi kursin e këmbimit me 98, praktikisht po vemi po në të njëjtin nivel që ishim para 2-3 vitesh. Ajo që është vërejtur është që fatkeqësisht një pjesë të ardhurët e shqiptarë janë ngryer për shkak të inflacionit dhe për shkak të artikujve të tjerë të shportës, jo për shkak të strehimit. Këtu mendoj që duhet të ndalojmë dhe të flasim çfarë mund të bëjmë me politikën fiskale, që ka të bëjë me strehimin, që praktikisht e kemi të ngarkuar fatkeqësisht akoma me 15%, dhe çfarë mund të bëjmë bashkëpunim me Bankën e Shqipërisë që të mund të lehtësojmë kredimarrjen për blersin e parë dhe për banesën e parë. Në dy elementet që ju përmendot, për ta bërë edhe akoma më shumë konkrete bisedën. Ju thatë Banka e Shqipërisë dim ka vendosur tani kufizim, po them tavan në kreditim. Nuk lejohet më financimin 100% nëpërmjet kredive nga sistemi bankar, nëse ti ke një apartament të parë, deri në 85%, nëse merr në valutë të huaj, vlera zbret në 75%, dhe banesën e dytë kriteret vështirësohen akoma më shumë. Si do ndikojë kjo tek tregu i pasurive të patundshme? Do ndikojnë me efekt psikologjik, pra nga ana psikologjike do duhet pak kohë derisa gjithë tregu ta gjysohet dhe të kuptojë që nuk ka një ndryshim në realitet, për shkak se këto norma që ka vendosur Banka e Shqipërisë janë këto norma që janë sot realisht në treg. Shumicën e rasteve bankat e nivelit dytë të financojnë midis 65 deri në 85%. Them 65 sepse raportet e vlerësimit që përdor bankat e nivelit 2, bankat tregtare, janë konservatore. Analiza e riskut për të vlerësuar, le të themi, për dhe të ardhurët, po, dhe pronën që me kolateral. Kolateralin, historikun e shlyerjes së një kredie të mparshme. Kështu që praktikisht nuk ka një ndryshim real, efekti psikologjik do të bëhet vetëm për 2-3 muaj derisa të kuptojmë. Megjithatë unë besoj shumë që Banka e Shqipërisë do të ulet dhe do të reflektojë për ta sqaruar vendimin që kanë nxjerrë në maj. Për shkak se ka shumë paqartësi çfarë do të thotë banesë e parë, çfarë do të thotë shtëpi e dytë. Banesë e parë mund të jetë banesa e cila është e trashëguar dhe kjo që unë blej shtëpi e dytë për ta pasur Bregdet apo për ta dhënë me qira ndoshta, quhet shtëpia ime e parë. Po për bankën është e dyta. Çfarë do të thotë kredidhënie në monedhën euro? Po nëse të ardhurat e mia janë euro, çka do thotë monedha që unë marr pagën është e njëjtë me monedhën që unë po marr hyrë. Se duhet kufizohen. Kam riskuar nga kursi i këmbimit. Pikërisht nuk, kështu që ka disa elementë që mendoj që Banka e Shqipërisë do të ulet dhe do t'i sqarojë dhe shpresoj shumë që do të ketë një ribërje të vendimit. Zakonisht janë edhe politika, le të themi, preferenciale që mund të përdorin bankat edhe vetë, si në rastin e niveleve të kreditimit në vit 85 që mund të jetë kufiri, por nga ana tjetër rastet kur ti kërkon një kredi janë edhe specifike, rast pas rasti, një histori nuk i ngjan një histori tjetër. Pra dhe këto janë le të themi toleranca që besoj duhet merren parasysh nëse nuk duam të ndikojmë pastaj tek pjesa e tregut pasurive të patundshme, apo dhe tek njerëzit të cilët kreditimin e kanë të vetme formë për gjetur një pasuri, por kanë likuiditet, do të thotë kanë të ardhura mujore, mund ta shërbejnë shumë mirë kredin dhe të vijojnë të paguajnë.
Unë mendoj që pjesa e financimit dhe vetë vërtetimi tregon që 50% e tregut të pasurisë paluajtëse financohet me burime të shëndetshme nga pjesa e kreditdhënies, nga pjesa e bankave. Mendoj që ka shumë për të rregulluar, nëse vemi tek vendet e Bashkimit Evropian, lejushmëria nuk është 15%, siç e thot Banka e Shqipërisë, por është 20%. Nuk besoj që është 3 mujore, sepse ka dinamikat veta kreditdhënia, një 3 mujor nuk i ngjan 3 mujor tjetër, ne sugjerojmë që të shtrihet të bëhet e gjitha vjetore dhe vendet të zhvilluara, si puna e Francës, e ka deri në 90% kreditdhënien dhe incentivon blerësin e parë, pra blerës për herë të parë, shtresa e mesme e të rinjve që jemi duke u thënë mos ik nga Shqipëria, sepse ti mund të ndërtosh një familje dhe të strehohesh në mënyrë të dur në Shqipëri. Kështu që mendoj që do haj pak diskutime dhe duhet ta trajtojmë dhe gjithë vitin. Elementi dytë më the taksat. Rivlerësimin pritëm me 5% që serdhi. Po, mendoj shumë që do të vi me bërjen, po them me riformulimin e qeverisë. Personalisht mendoj që dhe këtu çalojmë ne si Shqipëri, Banka e Shqipërisë, bashkë me Ministrinë e Financave, bashkë me shoqatën e bankave, bashkë me Narean dhe bashkë me shoqatën e ndërtuesve, bëjnë mirë që të ulen bashkë, edhe të kuptojnë se si mund të ulen presionet inflacioniste në tregun e pasurisë paluajtshme. Mendoj që rritja e shpejtë e çmimeve nuk adresohet me kufizim kredi, por adresohet me uljen tavolinë të Ministrisë e Financave, tregimi që ky 15% që nuk e gjen as gjikundi jashtë Shqipërisë. Kështu që mendoj nuk është çështje vetëm rivlerësimi, sepse dikur do bëhet rivlerësimi, mos do bëhet në 2026, do të bëhet dikur, por është çështje e qëndrueshme. 5% i mbeteni asaj që Jo, ne kemi thënë 0 për banesën e parë. Megjithatë, jemi gati të negociojmë midis 0 dhe 5-s, kështu që kur formohet qeveria në shtator, jemi gati të ulemi dhe të tregojmë se si mund të bëhet më mirë tregu pasurie paluajtëse, sidomos për shtresën e mesme që ka nevojë të strehohet, sepse edhe vrotimi i Bankës së Shqipërisë, edhe të dhënat e insatit e nxjerrin që ka një presion të lartë në tregun e qeras. Dhe nëse ke një turizëm i cili po ta shtrëngon tregun e strehimit për shkak të treqjes së stokut dhe vendosen përdorim Airbnb, ne duhet t'i ndihmojmë. Ne duhet t'i ndihmojmë që shqiptarët mos të ikin dhe të kenë strehim këtu. Qerat mbetën problema, shkurtimisht. Qerat mbetën, po. Ndërsa tek çmimet jemi stabilizuar, tek qerat vështirë të thuhet nga le të themi kjo ana e errët të turizmit, presioni që un kam një shtëpi që kam investim, sa ta jap me qera një vit, më mirë e listoj në Booking, në Airbnb edhe marr qera ndihmë. Që përdoret më pak edhe paguhesh më tepër. Nuk i kam fatkeqësisht kur erdha në emision nuk i konsultova të dhënat, por të paktën para 3-4 muajsh kanë qenë diku te 31.000. Duhet të shikojmë tani që fillon sezoni se sa do të jetë njësitë e listuara në Airbnb dhe Booking që të nxjerrim një do të ftoj sërish, do flasim më gjerësisht edhe në Booking Airbnb. Rinaldo Pipiria, kënaqësi që të kisha natë. Kënaqësi që jam, faleminderit.